Mirëmbrëma, duhe mirë se erdhe kënaqësi që të kam sonte në Libero. Mirëmbrëma Resol, mirëmbrëma juve këtu në studio, atyre që na shikojnë, kënaqësi gjithmonë që të jemi pjesë e komunikimit publik. Shprehim dëshirat, ëndrat, mundësitë, pamundësitë tona. Faleminderit shumë. Nduhem. Me ty do ta nisim bisedën nga kutia e kujtimeve. Të shohim se çfarë na ke sjell ti, çfarë kujtimi është dhe çfarë paraqet ai kujtim për ty. Mund të hapim? Po, patjetër. Në momentin kur më thatë se duhet sjell diçka nga kujtimet, vendosa që të sjell librin tim. Për arsyena të shumta, e para për këtë simbolikën shumë domethënë se kutia e kujtimeve. Dhe ky romanimi, që është botuar para pak kohe, e për cilin është shkruar shumë e është vlerësu, është një roman i cili pikërisht lidhet me kujtimet e një breznie, që jetoi një jetë feri për gjatë viteve 90-ta dhe përjetoi traumat e luftës dhe para luftës edhe në kohët e lirisë, në kohët e formimit të shtetit tonë, në kohën e rritjes tonë si shoqëri, si shtet, pse vendosa për libër? Sepse besoj se instrumenti më i rëndësishëm për të pasuruar këtë kutinë e kujtimeve është libri. Njerëzimi nuk ka një aktivitet tjetër më të dobishëm dhe më të rëndësishëm që e regjistron kujtesën më shumë se libri. Dhe libri e sfidon harresën, e ushtron pikërisht ato që ne na duhet shumë si njerëz, si shoqëri dhe në këtë rast edhe si shtet, si kom, sepse për shkak të aksidenteve tona historike ne nuk kemi pas mundësi të zhvillojmë një farë lloj një tregtshmërie të rritës tonë, dhe kujtesa jonë ka shpeshherë shumë lëshime, shumë gabime, shumë pauza, ndodh nga njerë duket sikur kalon prej një gjysmë shekullin tjetër dhe nuk gjen thuja se asnjë shaj dhe pyet veten, ku ishim ne atëherë? Ç'ndodhi me ne? Për nga kjo grop. Për të arsye e mendoj librin si instrumentin themelor për të zhvilluar kujtesën dhe kutia e kujtimeve tona pasurohet më mirë se me çdo gjë përmes librit. Ky libër është thënë edhe prej shumë lexuesve, kritikëve, studiuesve që është dritare e bukur për të pa krejt ato që ndodh në harkun e 3 dekadave prej marsit 1989 kur shpërbëhet ai që e quhenim Shteti i Përbashkët e deri në marsin 2019 kur heroi i këtij romani e shet djalin e vet duke ikë nga Kosova dhe në të traumat e tij fillon edhe shfleton një ditar të fshehur, një ditar të kujtimeve të tij, po edhe e kupton sa shumë ka harruar. Edhe në momentin kur e kupton sa shumë ka harruar nga kaluara e tij, priton një tip shoku shpirtëror. Kështu që, domethënë, po e nënvizoj këtë, ne nuk kemi një instrument, njerëzimi nuk ka një instrument më të rëndësishëm për trujt kujtesën se sa libri. Dhe nobilisti i fundit e letërsisë, Laszlo Krasnikov, thotë njeriu kodin e tij të mbjetesës e ka kulturën. Thotë ka kafshë në planetin tonë që kanë mjetet tjera të mbjetesës, dikush i ka dhëm, dikush putrat, po njerëzit e kanë kulturën. Dhe kultura nuk ushet në asnjë formë mirë se përmes librit. Prandaj, kjo ishte zgjedhja ime për të folur për Faleminderit shumë. Tani, do të shikojmë ne pak përmes asaj dritarës Marin Shkredit. Çfarë sheh përmes kësaj dritare personazhi? Po, Marini e sheh krejt jetën e tij, e sheh momentin kur u shpërbët Jugosllavia dhe ai dëgjon prindrit e tij që po flasin për luftë, ai është një djalë që ka ambicie të lexojë, ka ambicie të shkollohet dhe shet që dyert e tij të shkollës mbyllen dhe fillon ai sistemi i një jete që unë shpeshherë e quaj jete e tinës. Ne jetuam fshehur azi, në një jetë duke ikë për ditë prej terrorit, prej frikës, edhe në trajektorit e jetës Marini përjeton humbjen e dashurisë parë, sepse vajza që donte i emigron, pastaj bëhet student i letërsisë, e përjeton luftën, e përjeton pas luftën dashurën me të cilën krijon familje e cila i dhënohet nga lufta dhe përmes saj ky e rikthen
në vëmendje të lexuesit krejt atë tragjedin dhe tragjizmin në për cilën kaloi heroi këtij romani, por edhe secili njeri që ka jetuar gjatë viteve 90 dhe pas në Kosovë. Është një roman i cili e regjistron jo vetëm luftën si akt, sepse lufta ishte si thua ajo pika e fundit ku ne vetëm e shinim se po kalonim matan, ishte drita në fund tunelit. Për mu edhe për ne si brez, periudha më e rëndë ishte periudha e dramës një dekadëshe, kur nuk ishim asgjë, kur gjithçka në jetën tonë ishte pak të varfër, kur s'kishim mundësia, s'kishim dëshira të mëdha, kur ishim të izoluar, kur shkonim në për shkolla, në për shtëpi shkolla dhe në çdo moment kishim punkte policore, kishim represion, legjitimoshim për kocina, mbaj mend sa herë ka ndodhur, isha student dhe bashkë kemi qenë atë periudhë. Kot në dalëshi policia në rrugë, në futshin durët në për xhepa, edhe këtë traum duhet shkruhet, duhet t'ju tregohet brezave të ri për të provu edhe për dëshmu si erdhi deri te liria. Çfarë peripecish përjetuam ne për të fitu ato që sot e kemi dhe dim ta gëzojmë këto që kemi dhe po kthehemi edhe një herë te kujtimet, pa të kaluar s'ka tashme dhe në të kaluarën pjekët edhe e ardhmja jonë. Prandaj këto raporte janë të rëndësishme dhe ne kemi nevojë që të hapim sa më shpesh dritaren e kujtimeve tona për të ajros të tashmen me ato çfarë ka ndodhur dhe për të pa kështu më kthjellët e më qartë ka e ardhmja. Bëri përshtypje, i ka ike dashura e parë, e humbi dashurinë e parë, sepse emigroi. Dhe në fund, në 2019, pas 30 vjetësh, i emigron djali. A i bjen që një farë mënyre një lloj rrethi mbyllet kështu çdo 30 vjetë për ne, për të këndellur dhe për të parë, hey, çfarë po ndodh për ne. Mund t'jetë edhe kjo, letërsia nuk e përgjigje, letërsia është rënë pyetje. Tani po diskutojmë ne të dy për jashtë kësaj. Unë besoj se letërsia na mëson pikërisht ato që e nënvizojnë pyetje. Domethënë që të regjistrojmë edhe gabimet tona dhe të mësojmë prej tyne. Sepse historia nuk mëson asgjë tjetër përveç se na tregon se si duhet sillem edhe si të mos gabojmë në situata të njëshme e probleme njëta. Rrita e jon si shtet dhe si shoqëri ka qenë e jashtëzakonshme dhe për të duhet jemi gjithë falendërues, duhet jemi falendërues ndaj atyre që kanë sakrifikuar për Kosovën, atyre që kanë mirëmbajtur arsimin, nënave e baballarëve tanë që me terror dhe me frikë të jashtëzakonshme rritën fëmijë në ato kushte kur ishte gati se prej perspektivës sot gati e pamundshme atyre njerëzve që i dolën përballë Serbisë përmes refuzimit estetik, më pëlqen të them të lëvizjes së Ibrahim Rogovës dhe të atyre intelektualë dhe pastaj gjithë atyre që kapën ardhë dhe e sfiduan një regjim brutal, një regjim barbar për të na sjellë këtu ku jemi sot. Dhe përmes e këtyre ne e kuptojmë edhe vlerën e lirisë. Se liria nuk është një gjendje e jashtëzakonshme, absolute. Domethënë, ato mund ta humbim nëse nuk dim ta mirëmbajmë, sikur që ka ndodhur shpesh në histori, popujt e fitojnë dhe e humbin. Dhe ne duhet të mësojmë nga kaluara, të mësojmë nga gabimet tona, sidomos nga gabimet tona, të mos i shenjtrojmë veset, sepse kjo është një gabim që na ka kushtuar gjithmonë në histori, por të si të themi të bëjmë një katarzë të vazhdueshme, sepse përmes evolucionit, përmes katarzës shnit gjithmonë emancipohen më shumë, kulturohen më shumë, se asnjë shoqëri nuk është mjaftueshëm e kulturuar. As shoqëritë më të emancipuara në botë nuk janë mjaftueshëm, gjithmonë kërkojnë më shumë e më shumë, edhe ne duhet kërkojmë më shumë e më shumë, duhet kërkojmë më shumë e shumë të rrethejmë për të kaluamën, që këtë dhimbje që kemi përjetuar ne të dim ta momentalizojmë, jo për të urrejt tani dikon, por për ta mirëmbajt ekzistencën tonë. Ne nuk kemi nevojë të ushqejmë diskurs urrejt kundër askujt. Sepse kjo nuk na shëron dhe nuk na ndihmon. Ne duhet të dim ta kthjellojmë shikimin tonë që të shohim më qartë dhe më drejt ka një ardhme më e bukur, më e ndritshme, që të ecim krah për krah, siç na thoshin rilindasit, krah për krah me popujt e qytetruar. Tek shërimi dua të ndalem që e përmendet. Sigurisht në dritaren e Marin Shkrelit është e ndërthurur realja me fiktivën.
pa dyshim pastaj edhe aspekti estetik që e përjeton lexuesi. Po ti si autor, e përjetove këtë si një lloj shërimi, sepse është e pamundur të mos e përjetosh një diçka të tillë kur kalon nga një vit para 30 vjetësh dhe ti kujtohesh gjitha këto. Kishe pasur nevojë të shpreheshe, të zbrazëshe. Pikrisht këtë roman e kam shkruar sepse kisha nevojë më shumë se çdo libër tjetër për ta shkruar. Për ta shkruar, për t'i thënë disa gjëra. Për t'i thënë këto, sepse është edhe një tip i shkrimit ku eksperiencat personale janë prezente. Ka lexues, ka studiues, ka kritik që kanë thënë se ka elemente autobiografike, por letërsia, siç ka thënë Markezi, i mjafton vetëm një element real për ta ndërtuar një fiksion të madh. Në fakt këtë libër të gjitha janë të vërteta, por të shkruara përmes fiksionit dhe përmes realitetit estetik. Kisha nevojë të madhe të rrëfeja këtë histori për të dëshmuar, e para punës për të dëshmuar, sepse besoj që ne kemi dëshmuar shumë pak për ato që ka ndodhur, sidomos për periudhën e vështirë 89-99. Për një periudhë e ferit të jashtëzakonshëm ku ne nuk dinim nëse do të vinte dita kur të shenim atë dritën në fund tunelit. Dhe unë shpeshherë e kam thënë edhe në promovime të ndryshme dhe në debate për këtë libër që në ato rreth të ferit viteve të 90-ta mua letërsia më shërbente si një lloj drite për të kuptuar, për të ndriçuar errësirën e madhe që ishte mes nesh. Ishte një farë lloj, le të themi një farë lloj Virgjilin ato rreth të ferit Dantes përmes cilës unë kërkoja të gjeja dritë. Dhe në 2019 kur fillova të shkruaj këtë roman, shija si një traumë mes nesh, një ndjeja sikur njerëz ka nevojë të harrojnë. Edhe kjo më shqetësonte. Ka nevojë të harrojnë. Ama dikur ato kthehen. Pastaj pikërisht domethënë, sikur i kthejnë krahasim me herojtë këtë të këtij romani. nevojën tënde. A e sheh edhe një nevojë në përgjithësi të popullatës që t'i rikthehet asaj që t'i shëroj ato trauma? Me siguri, ne domethënë i njohim tragjeditë e njerëzimit, ka shumë tragjedi për cilat edhe sot shkruhen, për shembull Holokausti vazhdon të prodhoj letërsi të mëdha, kinematografi të mëdha, teatr të madh. Dhe tragjedia jonë nuk është rrëfy, nuk është shndru në monument artistik për çka unë ndjej nevojë, si person, si student, si një djalë i ri që kam përjetuar tangth. Dhe mendoj që ndoshta mënyra më e mirë për të edukuar, le të themi, një brez me të vërtetat historike është që të rrëfejmë prej prizmit artistik, prej prizmit letrar, prej prizmit kulturor. Kështu i bëjmë ata që edhe t'i shërojnë dhimbjet e pasardhësve të tyre, me thënë, edhe të mund të mësojnë prej atyre të vërtetave që të gjëjnë shtigje më lehtë në rrugët e ardhshme në cilat ecin. Duke ndjer nevojë për të shkruar këtë roman, kam mësuar edhe vetë prej kujtimeve të mia, sepse plot gjëra kisha harruar edhe vetë. Kisha harruar edhe vetë, sepse është një moment heroi i këtij romani e gjen një fletore të shënimeve dhe e shet që prej luftës nuk ka shpletu kurrë. Edhe shes sa gjëra më nuk i kujton, ose i kujton aq shmjegullt sa i duken sikur si përkasin atij. Ndodhin disa momente dhe e shes aty pas kanë qenë gjithmonë. Trauma aty ndodh momentin kur djali i tij merr vizën i lumtur edhe del prej ambasadës së një prej vendeve Evropës, thotë do të ikë jashtë sepse ju s'keni kriju shtet mirë. Dhe ky tash fillon Faleminderit shumë, sigurisht lexuesit do ta përjetojnë në tërësi këtë roman tuaj. Do ta shohim një fotografi që na kthen në një vend të veçantë. Është Stublla, vendlindja jote. Është ky borri femirist tim. Kam një poezi për këtë. Çfarë kujtimi të zgjon ty ky obor, meqense po flasim për kujtimet? Në fakt, ky është obori ku jam rritur unë dhe njeriu, sidomos njerëz arti kulturës, thuhet se përshtyrimet e para për jetën dhe ndjesitë e para i zhvillojnë në moshën e fëmirisë. Dhe unë jam zgjuar me këtë pamje të bukur, duke pa majën e Lubëtenit, duke pa një horizont shumë bukur dhe mbrapa kësaj është po ashtu një kodre e madhe, Stubllavaçja me një kryq atje që është në lartësi prej më të lartave atje dhe një kryq i cili të bën të mendosh për kalvarin e popullit shqiptar, për kalvarin e njerëzve të këtij fshati.
Dhe ajo që duat të përmendin këtë rast është se unë jam rrit me 2 histori që kanë ndikuar shumë në formimin tim shpirtëror, kulturor. Është historia e martirëve të Stublës, e periudhës 1846-48, si vjet është 180 vjetori, një histori e një kalvarit madh e njerëzve që luftonin për t'i ruajtur kujtimet e të parëve, për t'ruajtur gjuhën, për t'ruajtur identitetin, për t'ruajtur besimin e tyre. Dhe ata nuk i nënshtruan sundimit me asnjë çmim. Përjetuan të merret mëdha, u maltretuan, u masakruan, por qëndruan dhe fal tyne Stubla ka një prezencë të bukur, një prezencë jo vetëm fizike, por edhe domethënëse shpirtërore. Dhe pastaj historia e dytë që po ashtu ka ndikuar shumë në jetën time është historia e shkollës parë shqipe të Kosovës. Është e vitit 1905, është edhe muzeu në Stubël. Unë jam rrit me këto kujtime, të cilat po ashtu më kanë nxit të mendoj çfarë ndodhi në ato hallkat e ndërmjetme ku ne nuk kishim një zhvillim një trajshëm dhe kam vretën të njerëz e mi, të njerëz e rrethit tim atë frikën për të rthyt kalumin e tyne, për të folë për dhimbjet e tyne, për të shpalos dramat e tyne. Dhe pikërisht është këto janë arsyet pse unë që i ri, në një kohë kur s'kishte kuptim të studioj letërsi, ju përkushtova letërsisë. U bëra një farë besimtari i kësaj feje, sepse besoja që përmes saj mund të dëshmoja edhe për shumë zbrasi, jo vetëm të njerëzve tonë, po edhe të vendit tonë. Sa herë shkoj këtu, fëmijët e mi, gruaja qeshen me mua sepse gjithë bëj fotografi nga kjo bërë, sepse ka nostalgji të madhe, edhe është një pamje që po ashtu mund ka kriju një ndjesit, një horizontit madh, sepse prej kësaj pike, kur ka kthjellësi, shihen gjitha kurora bukur e bjeshkëve të sharrit, e gjithë fushat e anamoravës, është një horizont që duket si një pikture për kryer e natyrës, për cilës gjithmonë keq ka të përfitosh dhe keq ka të frymëzohesh. Ka ndikuar Stubla në letërsinë tënde? Në botën tënde? Patjetër, njeriu kujtimet e para i ka të shtresuar edhe si një lloj gjenetike, kulturore, për cilave nuk mund të shkputet asnjëherë. Kam shkruar shpesh për këtu, kam një poezi të një libër Borri i Femirisime, është një poezi që i ka pëlqyer njerëzve, po kam shkruar edhe për shkollën, për gjyshin tim, i cili ishte nxënësi i shkollës parë të Stublës, i brezit dytë, ishte nga trallë që din të shkrim lexim në atë kohë, sepse pas asaj shkollës 1905 pati zbrasi dhe ne, siç e dim, prej historiografisë nuk kishim mundësi të shkolloheshim, ndodhen ato tragjedite mes luftrave, luftës dy botërore, tek vonë ne ju rikthym rishtas shkollës, dyrëve të shkollës. Dhe gjithmonë e kam shikuar me një lloj admirimi gjyshin tim, i cili nuk ishte shumë horizont madh, po lexonte Biblën, lexonte ndonjë tekst bazik dhe kujtonte gjithmonë me një ëndje të jashtëzakonshme një udhtim që kishte bërë në Romë. Mu ma gjepste ai rrëfimi i tij dhe përkundër jetës të varfër, shihet te ai njeriu që është trondit prej bukurive të Italisë dhe mendoja shpesh si është e mundur kaq afër dhe kaq larg botës jemi. Këto pyetje më kanë shoshruar gjithmonë, Ka vite që s'kam qenë, por disa herë kam qenë te takimet e Dom Mikelit. Stubla është një fshat që ka një diasporë shumë të madhe. Shumë aktive. Edhe shumë aktive. Po, kur janë takimet e Dom Mikelit, gjithë vinë. Ka banor? Si është tani me banorët? Sepse gjithë Kosova, fshatrat janë duke u rrezikuar në këtë aspekt. Po, ka një të vërtet këtu, po ka edhe një diçka që mu më fascinon me fshatin tim, është lidhja e jashtëzakonshme dhe konstante që kanë banorët tonë. Pavarësisht ku janë. Ku janë, për çdo festë, për çdo rast mortor, për çdo janë të lidhur kështu me GPS krejt. Po, janë atje dhe ka prezencë të madhe të njerëzve vazhdimisht aty. Si banor rezident ka dikun rreth 400-500 nëse
jam i saktë. Ka rënje. Po ka rënje, pa dyshim që ka rënje, njerëz të ikin, kanë ikë edhe në vende tjera, jetojnë, sepse fshatrat nuk është që krijojnë shumë perspektiva për të rit, edhe njerëz normalisht që në kushte lirie gjithmonë kërkojnë më mirë edhe më shumë. Dhe Stubast, natyrisht, kanë ikë në emigracion qysh herët, vite 60-70, por nuk janë shkëput kur prej traditave, prej Stubës, prej kujtimeve të parëve, edhe atje ku janë zhvillojnë aktivitetet shumë të mëdhaja, sidomos diaspora në Zvicër, kanë shoqata kulturore artistike, zhvillojnë artin, zhvillojnë këngën, vallën shqipe, edhe janë të lidhur shpirtnisht emocionalisht me vendlindjen, një farë mënyre ata, nëse këto rrjedhat tona shoqërore do shkojnë kështu të mbesin një farë lloj komuniteti arbëresh atje për herë. Besoj që ata nuk do të asimilohen, sepse lidhen me to. Faleminderit shumë. Jemi kthyer shumë brapa në kohën e studimeve, diku është dhjetori 96. Na tregon cili je mas pari kështu. Unë jam këndej. A i fun, po. Okej, fun. Me flok. Me flok. Ku marru kur kam pos flok. Ja, kujtoje. Pse e solla këta? Sepse kur vendosa të studioj letërsi, gjithë ishin kundër meje. Që duhet të studiosh letërsi në një kohë kur asnjë diplom nuk të vyej, me thënë. Ishte absurde ta bindësh dikon. Një vit pas te kanë filluar me studiu gjuhë dhe letërsi dhe e njëjta ishte, po çka po të duhet? Shko studio gjermanisht se të vjen në Gjermani. Ose për shembull, Michel Houellebecq thotë një diplom letërsi edhe në Paris nuk të krijon mundësi. Po ç'ishte kjo nxitje, shpesh pyes veten tani, ç'ishte kjo nxitje që në kohë lufte me punkte policore? Të lexoje atë libër aty, u mundova ta identifikoj kur ju dërgova foton, është fjalorin enciklopedik i shkencave të ligjërimit. Në kohë të luftës, merresh me fjalorin enciklopedik i shkencave të ligjërimit, është për një njeri të kohëve sotme është diçka absurde, diçka që mendja nuk e kap. Por çfarë na nxiti ne si brez bën këto? Ishin shumë motive, po për mua personalisht ishte lidhja me idealin që përfaqësonin shkrimtarët në jetën e kombit tonë, prej rilinjës dhe deri te lëvizja që e udhëzoi Ibrahim Rugova. Qysh herët më është ngulit mendja që thoshte Ibrahim Rugova, ata i kanë ardhmë, ne i kem fjalët. Thosha pyesja vetën ç'është kjo magji, ç'është ky rrëfim kaq interesant. Ata i kanë ardhmë, ne i kem fjalët. Do të thënë fjalët, i kem të vërtetat. Ishte ide, i kem librat, i kem argumentet, i kemi të vërtetën. Dhe kjo nxitje që të bëhemi dishepoj të letërsisë, për mendimin tim lidhej pikërisht me nevojën që kishim për të rezistu Serbisë. Dhe kjo ishte arma e jonë. Ne s'kishim armë tjetër atë kohë. Arma e jonë ishte që të mos dorëzoheshim, që të lexonim. Çfarë ëndrë ndiqi atëherë? Cila ishte ëndra? Apo se do të bëhesh shkrimtar, kisha një ndjesi qysh herë se do të bëhesh shkrimtar. Po, sepse bile gjysha ime ishte pa shkollë për kundër gjyshit, ajo s'dinte as shkrim lexim, pse po lexon kaq shumë, do të më bë papa, se ideja në përftyrimin e saj, vetëm papa lexon shumë ose vetëm dhe unë i thisha, jo, du më bë shkrimtar. Tani çfarë bën shkrimtari? Se kishin idenë çka. Do thonë kisha këtë ndjesi që do të e ke menduar nga vullneti. Është misterioz. Atë arti është misterioz. Është një lloj thirrje që njeriu i shfaqet në momente ndoshta të krizash, se sidomos në momente gati apokalipsike, vjen edhe të shfaqet si një dritë në atë errësirën e madhe. Tani po shkruaj një esej, ma kanë kërkuar një media në Sloveni për raportin tim me poezinë, edhe u ktheva pikërisht te vitet 90. Pse erdhi poezia, si erdhi te unë? Ishte një nevojë e para përbes letërsisë dhe librit të gjeta lirin, një liri që më mungonte aty. Edhe unë kënaqesha në botën e letërsisë, kënaqesha në lexime, kënaqesha në fuqinë e artit për të kalu përtej kufive ku jetonim ne të izolimit, përjetonim histori tjera, të tonim bashkë me Dante në për Firenze, me Kafka në për Prag. Dhe në imagjinatën time kjo krijoi një realitet të ri. Një realitet në cilën unë arratisa, bëra si të thush një jetë paralele, në një shtet paralel, në një sistem paralel, unë jetoja një jetë paralele në botën e letërsisë. Kjo është fuqia e letërsisë. Ndërkohë ti u bëre shkrimtar,
Do me thonë, atë ëndër që e kishe e realizove pastaj dhe kemi një fotografi ku ju keni marrë një çmim. Po. Çmimi shkrimtari më i mirë. Okej. Po, Të gëzojnë çmimet? po, padyshim, unë besoj se cilën shkrimtare. Motivojnë? Po, natyrisht, unë nuk jam me këtë konceptin që ka ushqy kultura jonë për shkrimtarin si një qenje shumë përvujt, në që s'duhet, si një tip mi gjeni, i varfën, jo. Bohem. Jo, do me thënë ato janë rrëfime negative të cilat nuk na përkojnë, do me thënë, nuk kem nevojë. Do me thënë, një shkrimtar gjithmonë e frymëzon vlerësimi, po arsye pse e solla këto lidhet me një realitet tjetër, me Shkodrën. Do me thënë, ky çmim është dhënë në panairin e Shkodrës. Dhe pse me Shkodrën? Sepse në jetën e secillit intelektual, besoj unë, sidomos të atyre që merren me çështje të gjuhës, të identitetit, terminologjisë, ka pak Shkodër. Ka pak Shkodër. Do me thënë, nuk është e pamundur që njeriu që formohet në albanologji të mos ketë pak Shkodër brenda vetes. Dhe unë kam shumë Shkodër brenda vetes në kuptimin kulturor, sepse Sepse po thu pak se kam përshtypjen ka goxha shumë. Ka shumë Shkodër, do me thënë. Sepse, do me thënë, historia jonë është e lidhën organikisht me to, ka një lidhje aq të pashkëputshme sa duket sikur Shkodra është kudo. Që nga rrethimi i Shkodrës i Barletit. Barletit e deri te shkrimtarët e sotëm. Dhe kjo më bën edhe të përmendi një dëshmi që ne kem nevojë ta themi shpesh. Ishte pikërisht Ernest Kuliçi që prej Shkodre në kohën e luftës botërore çoi një çet mësuesish në Kosovë për të shpëtuar ekzistencën tonë kombëtare. Dhe kjo Kosova e sotme, e cila u zhvillua përmes elitës viteve 80, i ka rrojnë pikërisht tek ata mësues. Po mos ishin ata mësues. Ekzistenca jonë nuk di si do të ishte. Dhe unë jam falenderues pafundësisht atij burrit madh i cili në ato kohë të vështira bëri një punë të jashtëzakonshme. Edhe sot dy shtetet shqiptare që kemi ne, po të provonin të bënin një gjatë tillë, do ta kishin të pamundur. Kishin marrë atë model. Sepse 200 ose më shumë mësues të merren, të organizohen dhe të përcillen në një vend është ndërmarrje jashtëzakonshme. Është ndërmarrje jashtëzakonshme edhe në realitetin e sotëm. E imagjinoj, kthehemi mbrapa dhe ta studiojmë në çfarë thona. Prandaj e solla këto për të shpreh falënderimin diçka. Libri të banë të lirë. Po, panairi e quhet kështu dhe është një panair shumë i bukur. Libri vërtet të bën të lirë dhe të bën edhe të bukur, sepse letërsia ka këtë fuqi, këtë magji. Në historinë e qytetërimit tonë dhe në historinë e njerëzimit është aktiviteti që ka ndikuar më shumë se çdo formë tjetër në rrjedhat shoqërore, në edukimin e njeriu, në edukimin e zemrës së njeriu. Dhe ne si shoqëri që këtë aktivitet e kishim të ndaluar ose ne ishim të privuar nga aktivitet në shumë kohë, siç e thamë në fillim, tani kemi nevojë t'i rikthejmë dhe ta bëjmë pjesë të tërheqjes tonë. Sepse thot një nobelist i madh i letërsisë, Thomas Elioti, njeriu krahas një tërheqje të begatshme ka nevojë edhe për kulturën, sepse është kultura ajo që bën jetën të vlefshme. E kam një pyetje. Pse shkruan sot? Pse shkruan ende? Është një ves ose është një nevojë? Ves dhe nevojë. Hemingway thotë është një ves cilin vetëm vdekja mund ta shuaj. Është edhe një nevojë, përveç një ves është një nevojë, është edhe është një gëzim i madh. Unë ndjej kënaqësi kur shkruaj. Domethënë tani po shkruaj një roman i cili shpresoj që do të botohet në vjesht edhe i zgjohem shumë herët që të shfrytëzoj orët e para të mëngjesit, punoj në to dhe punoj me shumë kënaqësi. Nuk është një aktivitet i cili më lodh ose më leps, përkundrazi më jep energji dhe më frymëzon, më vën lëvizje, bëj me shumë dashuri. Është dashuria më e madhe në jetën time. Kam kryer ndërkohë edhe detyrat e zam, kam qenë shef kabineti i Ministrisë të Kulturës, këshilltar në parlament, edhe shumë punë tjera, por asnjë punë nuk më ushqen dhe nuk kënaq më shumë se shkrimi. Cila është frika më e madhe e jotja si shkrimtar kur shkruan? Ka shumë frika, po e para punës është jeta e jote që
ju ipët të tjerëve dhe gjithmonë sikur një prind që ka shumë dyshime kur lind një fëmijë për mjedisin në cilën do të rritet, për ajrin që do të thith, për kushtet në cilat do të rritet, edhe një shkrimtar gjithmonë ka brenkën për kushtet në cilat do të rritet në libër, sepse një libër nuk shkruhet vetëm për një akt butimi, por shkruhet për të krijuar një relacion, një raport me lexues që mund ta kuptojnë, mund mos e kuptojnë, mund ta keq kuptojnë, mund ta keq lexojnë, mund ta shpërfillen, me thënë, edhe këto janë brenga gjithmonë që e shoqërojnë se s'lin shkrimtar, besoj s'lin shkrimtar, po edhe mua, po unë e thash e kam pasion dhe e kam dashuri të madhe dhe kam kështu një lloj ta quj dije në momentin kur besoj se është pjeku mjaftueshëm dhe vendosi atëherë nuk ka që kam shumë dilema. E di që ky libër është i gatshëm dhe ky libër do ta bëjë jetën e vet, pavarësisht mendimeve kritike, pavarësisht shpërfilleve që mund t'i bëjnë. E kam një tip, le ta quaj kështu, të vetdijes që është i gatshëm për të komunikuar me tjetrin, për të krijuar një raport me lexuesin, me ato që pa fjalë ndonjëherë. Me siguri shpeshherë. Librin e fundit me poezi e kam botuar në vjeshtën e vitit kaluar të Shtëpia botuese në Ufre, autorit cilët jam, edhe ka titullin Mund të jetë si në fillimet e kuhve. Edhe kam thënë edhe në Tiranë, edhe në raste tjera, shpesh, më thënë, edhe pse tash kam shumë kohë që merrem me letërsi, shpesh herë ose çdo herë kur nisi një punë, jam si në fillimet e kohëve, çdo gjë duhet t'i vë emër, çdo gjë duhet ta mbushi me jetë, duhet ta krijoj një evë e cila ecë në kopsht në një moment të ndohet dhe e prej mkatin e rënjes, pastaj të ndaj dritën prej errësinës, të keqen prej të mirës, luftën prej paqes, të gjitha këto për të krijuar një univers, sepse libri është një univers në vete dhe shpesh do të thotë çdo herë je në fillimet e kohëve, kur çdo gjë duhet ta nisësh nga e para. Me këtë ndjesi shkruaj, sepse kjo është edhe më ndihmon që le të themi kështu të kem një farë tip originaliteti në shkrim, në ato që përpiqem t'i transmetoj te lexuesi. Faleminderit shumë, do ta bëjmë një shkëputje publicitare dhe kthehemi në pjesën e fundit. Rexona e re, deodorant për gjithë trupin, mbrojtje gjithë ditën nga era e pakëndshme. Rexona, nuk do t'ju zhgënjej.
Jemi kthyer në studio në pjesën e fundit. Lejoni që t'i falenderoj tani edhe sponsorët tjerë. Kolegjin AB, i cili ka hapur konkursin për regjistrim për vitin akademik 2026-2027. Si institucioni më i madh jo publik i arsimit të lartë në vend, Kolegji AB vazhdon të ofrojë programe moderne studimi, staf profesional, infrastrukturë bashkohore dhe mundësi reale për zhvillim akademik e profesional. Të gjithë maturantët dhe studentët e ardhshëm mund të përfitojnë nga ofertat për regjistrim që AB ka paraparë për këtë vit akademik. Aplikimet tashmë janë të hapura në të gjitha programet bachelor dhe master. Për më shumë informata, aplikoni online ose vizitoni kampusin e Kolegjit AAB. Faleminderit shumë Kolegji AB. Ndërtuar mbi standarde evropiane dhe British School of Kosova, është institucion edukativ arsimor që u ofron nxënësve shkollim bashkohor në të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar. Në British School of Kosova, tashmë do të mund ta gjeni edhe drejtimin më të ri, atë të programimit. Faleminderit shumë British School of Kosova. Falenderoj edhe pijet natyral 100%, përgatitura nga frutat më të zgjedhura dhe pa sheqer të shtuar. Sjellin freski natyrale dhe energji të shëndetshme në çdo moment të ditës. Janë të pasura me vlera ushqyese, prandaj këto pije janë një zgjedhje e natyrshme që kontribuon në mirëqenien dhe balancën e trupit tuaj për çdo ditë. Faleminderit shumë. Natyral 100%, faleminderit sponsorëve. Duhet në pjesën e dytë apo në pjesën e fundit e emisionit ton, të ftoj ta ndjekim një video, kemi një surprizë për ty. Hajde. Përshëndetje publikut dhe gjithë shikuesve, po ashtu edhe emisionit kaq të bukur. Dua të bashkëndaj diçka nga jeta jonë së bashku. Ne jemi që 23 vite së bashku dhe gjithë ato vite janë të mbushura me shumë dashuri. Dashuria për nduhun është pjesë shumë e rëndësishme e jetës. Është diçka që ai shpreh çdo ditë. Po ashtu e shpreh edhe në poezi, sidomos në poezinë Kompasi i dashurisë, ku është vlerësuar shumë, ku është lexuar shumë nëpër festivale të ndryshme. Prandaj një pyetje që unë kam për nduhun është: si e spjegon ti dashurinë? Si ja spjegon publikut çfarë është dashuria? Faleminderit. Edhe këto pyetje. S'mundesh me shpëtu prej gruz. Faleminderit shumë Edita. Faleminderit që je bërë pjesë e emisionit. Është vetë ekzistenca jonë, dashuria është gjithçka. Është jo vetëm ajo ndjesia që jep jetë, krijon realitetet të cilat ne jetojmë për ditë, por është edhe në kuptimin e një farë lloj agapizmi, ajo nevoja që kemi për ditë t'ja kujtojmë tjetrit se kemi arsye ta falenderojmë, kemi arsye ta vlerësojmë, kemi arsye ta duam, dhe unë për ditë kam arsye që t'i du njerëz që më rrethojnë, gruan time fantastike, ditën që në asnjë hap tjetër time nuk më kalon vetëm, ka qenë çdo kohë pjesë e rrugtimit tim edhe profesional edhe jetësor. Është lexuesja ime e parë e çdo pune që bëj, është vlerësuesja ime e parë, nganjëherë rrept, por gjithmonë e dashur, gjithmonë e mirëkuptueshme. E kënaqësi që ja dëgjova zonin këtu, edhe i them me gjithë zemër të dua më shumë se ai kompasi i dashurisë, ku kam shpreh gjithë ato që di dhe që mundem them për dashurinë. Okej, faleminderit shumë. Unë kam këtu kompasin e dashurisë. Po e lexoj vesh një pjesë, sepse është poezi më e gjatë. Ti e di
koha për gjërat bukura s'ka mosh. Dhe më të bukurat kur s'mund të shkruhen. Për shembull, të tregoj sa shumë të dua ty, kur bie nata, dhe shoh qiellin e pyllëzuar që zbukurohet vetëm për dashuri. Dhe unë si fëmijë i llastuar i tëri, fashitëm në krahërorin tënd. Këtë poezia ka shkru nuzës, gruas. Gruas. Faleminderit shumë. Duhet kemi një let fundit nga një prej takimeve që ti ke pasur me Ismail Kadaren. Këtu jemi në qershorin e 2021-ën, me gjaz duhet jetë data 12 ose 13 qershor, po i vjen këto ditë. Është kur është Panajiri, thuja se Jo, para Panajirit. Apo para Panajirit. Me Katarin jam taku shpesher në rrethana ndryshme, po e përzgjodha këtë fotografi për shumë arsye. Para, për tregu sa të rëndësishëm janë njerëz në jetën tonë, sepse secili njeri me cilin ne takohemi merr diçka nga ne dhe le shumë te ne. Dhe unë kam marrë shumë prej Ismail Kadares, nuk besoj që ai ka pas nevojë të merr nga unë, sepse ishte shumë i madh. Po unë kam përfitu shumë prej ti, e që në vitet e hershme, kur e kam lexuar Kronik Gur dhe ka aty një frazë që mu të më rënë, ju nuk mund të dini çdo të thotë qytet i lirë, sepse ju rriteni në robëri. Dhe më dukej sikur më thoshte mua, më thoshte mua kur isha 13-14 vjeç, sa kam lexuar atë, dhe prej atëherit unë kam bashkëtu me veprën e Kadares. Kam bashkëtu, pastaj në momentet të caktuara dhe kam pas fatin dhe kënaqësinë që edhe të zhvilloj një lloj raporti të parafort me ta. Në disa momente kam taku, kemi këmbyer emaila, po kjo fotografi përfaqëson thash diçka shumë të veçantë sepse ishte takimi i familjes tonë me të, i fëmijëve të mi, që po ashtu janë lexues Kadares i gruas time, dhe buzëqeshja e Kadares këtu është fantastike, ishte një moment shumë i bukur ku ai fliste për veprat e tij, fliste për çështjet e marrëzisë, një libër që fëmijëve të mi ju pëlqen shumë, për cilën ne biseduam tavolinë, dhe ajo që kam nevojë ta them këtë është se Kadareja çdo herë kishte një shqetësim intelektual të jashtëzakonshëm për Kosovën, për rrjedhat në Kosovë. Ishte i interesuar të kuptoj çdo gjë, për trendet kulturore, për trendet politike, për zhvillimet jo shumë pozitive në fushën e politikës. Dhe kjo është një nga bisedat e bukura që ne kemi bërë me të për shumë fenomene, dhe këto e shpalosa për tregu sa të rëndësishëm janë njerëz në jetën tonë, sa e rëndësishme është familja, ajo e cila na mban, na jep atë oksigjenin nevojshëm për ditë që të përtrihemi, që të mos dorëzohemi, që të sfidojmë vështirësitë, pamundësitë dhe mos përmes dashurisë ti eliminojmë ato barrierat që na shfaqen. Faleminderit shumë. Duhet dhe në fund jemi te minutat e fundit nga një fjalë duhet më përgjigjesh. I kam 10 pyetje që janë të shpejta dhe duhet më përgjigjesh shkurt. A ka një libër që ta ka ndryshuar jetën? Cili është ai? Ndoshta Kronik Gur. Ndoshta Kronik Gur. Okej. Po cili është libri më i pazakont që e ke lexuar? I pazakont në kuptimin? Ku e di, jashtë letërsisë, diçka që s'lidhet me ty? Mund t'jenë këto librat e thatë që flasin për politikën, që janë shumë pa shpirt. T'im ka shumë, ku ke regjistra fjalish, po që s'kanë shpirt, dhe ato të bezdisin. Okej, një letrar kur e lexon politikën, këtë përjetime ka. Çfarë po lexon aktualisht? Aktualisht, para 3 dite isha në Panajir, 3 ditë, shtunën, isha në Panajirin në fakt 4, isha në Panajirin e librit në Shkup, edhe mora një botim të fundit të publicistikës Ernest Kuliçit, edhe po shletoja në ta. Është një autor për cilin kam kështu një ndjeshmëri shumë të madhe dhe një nevojë të jashtëzakonshme për ta lexuar.
Kush është shkrimtari shqiptar që të frymëzon më së shumti? Ismail Kadare. Ismail Kadare. Do të thonë e patëm përgjigjen. Vetmi apo zhurmë? Vetmi, më shumë, po ndonjëherë dhe zhurma ka kuptim që të kuptojmë vlerën e vetmisë. Poezia apo roman? Poezia është kurora e letërsisë imagjinative, kanë thënë shumë të mençur, ditër të letërsisë, është një art shumë fisnik, një gjuhë shumë e bukur, po nuk i ka mundësi që i ka romani. Dhe e kam shumë të vështirë të ndaj, dy atë janë bashkë, por poezia është çështje më shumë e ndjesive thella, e romani është një tip projekcioni edhe intelektual ku njeri. Domethënë, këtu po i bjen asane, abstenim. Për frymëzim në shkrim, mëngjesi apo mesnata? Mëngjesit. Mëngjesit. Unë i pëlqej shumë mëngjesit. Në ato momentet fantastike kur drita e mund errësirën dhe në kështu simbolikat e jetës për mua kjo ka shumë kuptim të madh. Kjo është para diellit janë shkrim me dorë apo me kompjuter? Fatkeqësisht me kompjuter. Kam dëshirë të shkruaj me dorë, po nuk e di ky ves po çdo ditë më shumë po fillon të kompjuter. Po i korrektoj gjithmonë me dorë, dhe me thënë, pastaj i lexoj edhe. Shpresa apo realiteti? Dyat bashkë, sepse nuk mund ketë as realitet pa shpresë, as shpresë pa realitet. Në pyetje të fundit, mendoje këtë. E ke bibliotekën shumë të madhe. Në qoftë se nga të gjitha ato libra që i ke, do ta ruaje vetëm një prej tyre. Cilin do ta ndaje? Me siguri Biblën, për arsye sepse Bibla në kulturën europiane, në kulturën perëndimore është libri që ka ndikuar më shumë se çdo libër tjetër në identitetin e saj letrar. Dhe e kanë thënë edhe tjerë para meje që nëse do të zhdukej civilizimi, do të mbeste ajo, përmes saj mund të rindërtohet edhe një herë ky civilizim. Faleminderit shumë për përgjigjen, faleminderit për intervistën. Kënaqësi që biseduam sonte në lidhje. Faleminderit prej jush, kënaqësi që isha me ju këtu edhe u përpoqëm të shpalosim diçka nga ajo kutia e mbyllur e kujtimeve